Mirëmbrëma të nderuara dhe të nderuar. Mirëmbrëma të vëmendshëm dhe të harruar. Sot nis sezoni i parë i emisionit ton personal ku do mësoni goxha gjëra me vlerë. Çdo të marrë të enjte mendoje një herë. Okej, një sekond. Pse avu më mendoje një herë? Po do flasim ca tema interesante, kështu që mund të jenë kontroversiale, ca gjë që mund të kenë ngjuar njerëzit gabim. Mendoje një herë më ta thot vetë. Po, fiks. Të tipit titujt e portaleve, këto sherret me diskolegeve, largimet e befta, nami. Jo. Jo? Jo, sa ke gjetë, ja ke fut kot. Me vërtet do të flasim për këtë gjë. Këto janë interesante. Nami me këtë, duhet flasim patjetër. Ka rënë çmimi i palltove në Kastoria. Edhe unë file duhet ike të blej një për vete, se erdhi vera tani dhe bien çmimet e ta kem për dimrin, si thua. Gjumi natën nuk më zë me thënë drejtën për këtë që thehtim. Jo, nuk do flasim as për këtë. As për këtë? Kot. Po prit tani ta vras mendin për çfarë debatet kombëtare. Fjalët më të rëndësishme të gjuhës shqipe, zbulimi më i fundit, fjala kuçk. Kjo fjalë marrë nga deti. Një fjalë që ka një ç brenda dhe duhet normalizuar apo jo? Si mendon ti? Mund të themi të çunave që ke për një super kuçk sot Kate. Wow. Po, kështu si e theti edhe mund të jetë interesante, domethënë, po që jo. Isha pak serioze në fakt kur e thash, po. Po që jo. Ja ke fut kod dinga të vinë këto ide, domethënë, po që jo, nuk do flasim as për këtë. Po për çfarë do flasim? Po s'ke faj as ti domethënë se si të kënë fol gjithë portalet, gjithë marketi për këto tema për shumë kohë, s'ke as faj domethënë, por nuk të duken më interesante për shumë të flasim për elitat mbarbotrore, për njerëzit që kontrollojnë shtetin ton, të ardhmen ton, vetë mendimet tona, mendimet e tua. Nuk të duken më interesante këto tema? Më fal. E para njerë unë nuk kam informacion për këto. Edhe nëse për ty janë interesante, mua nuk më ka thënë njëri fare që ne do flasim për këto në program. Edhe më duket e tepër. Jo, realisht. Po ç'o. Jo, më mendoj që dikush duhet më thotë gjëra paraprakisht. Se njerëzit presin nga ne, kupton, dhe nuk mund të bësh viral me këto budalliqe. Jo, po matriksi apo njerëzit që na kontrollojnë mendimet. Bëj vetë. Jo, mendoj që realisht mund ta bësh vetë. Realisht mund ta bësh vetë. Ti nuk çohesh ka këtu? Unë sa po çova. Çfarë bën? Po si po më provokon. Po jo më se jemi edhe me kamerë tash, çfarë provokimi? Siç po çfarë po bën, po më kërcënon? Po jo më çfarë kërcënim? Po çfarë po bën pra? Po ti u desha më shumë me ikun, desha me të lë me ik, se nisëm dhe jemi këtu. Aha, okay, do të thënë po më sfidon. Qartë. A duhet zimi patjetër? Do të thënë pse po ma bën këtë gjë? Duhet zimi patjetër. Duhet zimi. Se nuk e faj se kështu plasin lajmet. Sigla, çfarë më bën? Sigla. Rikthehemi pra bashkë, jemi në Mendoje një herë, një nga emisionet më të bukura që do ngrej shumë pyetje. Madje do vërë në diskutim edhe të vërtetat që ju keni në kokën tuaj dhe mendoni që jeni shumë të bindur për to. Këtë gjë nuk do ta bëj unë, në fakt do ta bëj Kedi, ka marrë përsipër që të vërë në diskutim çdo gjë që ndodh në planetin Tokë, ndoshta edhe në ndonjë planet tjetër, apo jo Kedi si thua. Po që jemi shumë entuziast për këtë gjë, edhe mezi po presim të fillojmë. Ne kemi ditë që diskutojmë për tema nga më të çuditshmet, edhe ndonjëherë edhe përplasemi bashkë. Kedi çfarë mendon? Je super entuziast. Nuk është e vërtet, po në mbajnë me zor këtu. Nuk mund të lëviz në shkrive, shumë përqeshur. Tani, e nisi me pyetje. Një nga temat që kemi diskutuar më së shumti është sa i takon telefonit. Edhe njerëzit mendojnë që telefonat përgjohen. Çka ke ti për të thënë për këtë? Është më së vërtet që telefonat përgjohen. Mund të flasim në shumë drejtime të ndryshme, domethënë për këtë çështjen e telefoneve. Unë do zgjidhja me miratimin, me nis. Keni parasysh miratimin që të pyet telefoni për shkakun, do ta ndezim mikrofonin? Po, ne japim akses vetë shumicës së gjërave në telefon, të tipit edhe mikrofonin apo edhe kamerën për rrjetet sociale. Ose lokacioni për shkakun. Ke parasysh mund ta ndezim lokacionin, zoti pronari i telefonit, Allah. Vendodhja. Shtypti aty. Një pyetje është, ti mendon se është i fikur? Mendon vërtet se është i fikur? Patjetër që po. Po, sigurisht. Kjo është diçka që mund ta vërtetojmë, domethënë, po mund të thojë edhe i gjë. Ke vënë re që telefonat kohët e fundit nuk mund të heqin baterinë, dikur mund të ja hapje kapakun e të hiqje baterinë nga mbrapa. Tash nuk e heq. Kanë përbërje litiumi mos gabojt paktën iPhone-at. Po është më e sigurt kështu. Se 1-2 shkonim te këta xhaxhat me mjekër që rrinin edhe ndronin. Se vetëm ato merren me iPhone. Nuk është këtë pjesa e sigurisë ta shesin me çdo gjë, domethënë bëje kështu sepse është më e sigurt edhe më mirë për ty bla bla bla. Ajo arsye vërtet, domethënë është sepse mund të ndihmohet ta imagjinosh që nuk ka 100% bateri telefoni, ka 110%. Është një 10% që ti nuk e di fare që është aty. Te 10 e çoj maksimum në fakt, po kujt i shërben ky 10% që? Atyre.
Atyre që marrin përgjimet. Prit, atyre. Ja, si përbesoj, nuk. Po, kom shiu të lart, fiks. Okay. Kom shiu lart. Atyre i shërben. Mund ta vërtetojmë këtë gjë, domethënë ka një sektor të baterisë që nuk fiket fare. Të shkon telefoni deri në 0 dhe të fiket. Puna është aty nuk është i fikur. Për ne nuk e hiq bateri. Është ndezur edhe kur është i fikur? Ka një 10%, një pjesë që ti nuk akseson dot. Dhe kjo është vërtetu, domethënë përfshi dhe pjesën e mikrofonit të lokacionit. Se mikrofoni është gjëja më e thjeshtë. Hey Siri është ndezur gjatë gjithë kohës që do të përgjigjet Hey Siri. Me logjik thjesht, e kupton? Pjesa e mikrofonit. Pra ne përgjohemi edhe nga mikrofoni, po thua, edhe nga locationi që lëm ndezur. Po tjetër edhe nga kufjet që mbajmë vesh, domethënë çka ka ngelur. Nga çdo gjë. Unë do të flisja për atë pjesën e baterisë. Ajo është ndezur gjithmonë sepse ka një eksperiment që mund ta bëni, sidomos nëse keni iPhone. Ke parasysh atë Find My iPhone? Ajo është geniale për mendimin tim. Se më përpara njerëzit vuanin, e kishte telefonin ta vjedhnin sidomos për autobusat e Unazës bëjnë nami nga xhepistët. Tani ndezet të Find My iPhone edhe di se ku e ke. Po. Atë Find My iPhone mund ta lidhësh për shembull me ndonjë eksperiment më bë, mund ta kesh me location ndez dhe lidh me ekranin e makinës. Se mund ta lidhësh me atë, edhe të tregon të harta e ekranit të makinës se ku është telefoni në hartë. Edhe aty është shef për shembull që ta paskan çunë kamës, edhe ta kanë vjedh. Pse më vap, si gjithmonë kamës telefonit. Shaka. Nuk kemi asgjë me të kamzës. Asgjë fare. Nëse se shkon e blen edhe më lirë në kamës telefonin që sapo ke bler. Arsye pse përmend, domethënë është se nëse bën këtë gjë, nëse e lidh iPhone-in me ekranin e makinës dhe mund bësh një eksperiment me fik telefonin. Fike locationin dhe fike telefonin fare edhe çoje telefonin deri në kamës. Do të thotë prap në kamës. Do të thotë ndro lagje. Do të thotë prap, domethënë ajo del te ekrani i makinës që i bie që nuk është as i fikur telefoni, po është edhe lokacioni i ndezur. Ndërkohë që ti mendon se është i fikur telefoni. Kjo është arsye pse nuk e hiq dot baterinë. Okej. Kaq e thjeshtë. Tani gjithë ky përgjim vjen besoj vetëm nga aksesi që ne kemi në internet, se në të kundërt nuk do bëhet dot. Po. Pra ne përgjojmë edhe nga interneti. Mund ta flasim këtë gjë. Ka mënyra të tjera, domethënë të inkorporuar brenda në telefon, por shumica e opsioneve që kanë ata, domethënë komshit Pra, prit lutem. Ata. Pak më respekt për ata. Ju lutem mos na godisni me dron. Sa që ka shnosh ky i vogël. Gjëja kryesore domethënë është që i shërben atyre është nëse është i lidhur me internetin. Është saktë, domethënë dhe funksionon edhe për makinën. Makinat e sotme që janë të lidhura me internetin. Nuk do i besoja fare. Kur thua internet, thua wireless, Wi-Fi, Wi-Fi. Me që jemi edhe te pjesa e internetit, mund të bëjmë një pauzë një sekond, falenderoj një nga sponsorat që quhet Eurocall Service. Është kompania e gjeneratorëve më unike në Shqipëri, mund ta quajmë, lidhet me ka 35 vite në treg, është e lidhur me shkolla, me bizneset të mëdha, me bizneset vogla. Ju ja sugjerojmë nga zemra. Faleminderit. Po se vazhdojmë të jemi një nga vendet që kemi mungesë të energjisë zakonisht edhe na duhet se ndryshe si do futemi në internet po s'patëm drita. Ndryshe si do futemi në BE. Se do futemi në BE? Ke dëgjuar që çfarë thon ata lart? Të shohim me të bëjmë. Po flissim për wirelessin. Për wirelessin mund të them diçka tjetër. Jo pjesë e përgjimit, por edhe pjesë. Ke dëgjuar për Wi-Fi Motion? Kam dëgjuar. Ke dëgjuar për Wi-Fi Motion? Është teknologjia më e fundit e Jo prit, s'kam dëgjuar. Variantin tënd jo një. Është pretendo sikur s'ke dëgjuar. Wi-Fi Motion është teknologjia e fundit e wirelessit. E keni nëse e keni në shtëpi tani. Pra nëse ke dekoderin e fundit. Nëse ke dekoder nga 2024 e tutje, le të themi. Mos gaboj aty ka nis. Është Wi-Fi Motion është një teknologji që thjesht ta thot aty te letra e device-it që ke bler, domethënë te modemi të thotë që kjo do krijojë një hard virtuale të shtëpisë. Jo. Valet kur shpërndahen, domethënë valet që shpërndahen që i kap telefoni, shpërndahen në përdhomë dhe deri tani nuk mund ta bënin dot, tash i krijojnë një hard virtuale se si duket shtëpia jote. Pra ata e dinë që ti ke dhomë kuzhinë pas kuqan. Po, fix fare. Dhe pastaj mund të bëjnë trace, domethënë të gjurmojnë televizjet nga nxehtësia, për shembull, edhe regjistron çdo gjë, sepse lexon te dokumenti i Wi-Fi Motion që regjistron çdo gjë. Domethënë edhe nëse lëviz macja nëpër shtëpi për shembull mes natës, i shkruan aty, i shkruan në orën 2:03 lëvizi macja bëri kanë aty ku e bën zakonisht. Në orën 3 doli në Ada, bla bla bla, i regjistrojnë gjithë. Unë s'kam macë. Sorry. Kjo është arsye pse unë nuk duhet. Arsye pse mos e marr macë. Fix fare. Por duhet marr qen. Kjo është arsye. E çan do tjetër? Këto ruhen si informacion po thua? E gjithë energjia në përdhoma, në shtëpitë tona, vetëm përmes wirelessit. Po. Pse është kaq e çuditshme, domethënë, mund të bëj pauzë një sekond për të folur. Po pyetje vetes tënde. Hajde. Jo, pse është kaq e çuditshme me besu? Të dalun, do të ta flasësh jo.
më vërtet të duket se provo ta vesh veten, domethënë. Unë do të thoya provo ta vesh veten atje sipër, nuk ke tetorarsh. Po janë shumë ata, nuk ke tetorarsh, nuk ke gjëra të tjera, nuk ke halle qeraje, nuk ke kështu gjëra që thjesht po pi cigare me shokët e tjerë bilionera që ke. Edhe mendom vetëm me gjë punë që ke është si me I përgju këto tipat. Të përdorim pak imagjinatën. Jam shumë kurioze të di çfarë jetë bëjnë këta njerëzit. Besoj se doli të dosit Epstein më tepër se ç'duhet. Ç'han për mëngjes ta njerëzit? Më mirë si mos ta ne themi. vezë të skuqura apo si qunin cream cheese, krem djathi. O babo, tem tjetër. Tem për të ardhmen. Po flisnim për përgjimet edhe për teknologjinë. Tani, kur flasim për wirelessin, nuk është se kemi vetëm telefonin që lidhet me internetin. Po së fundmi teknologjia ka avancuar kaq shumë sa që ti ke, ku diun, frigoriferin që lidhet me wirelessin, me aplikacione të ndryshme që e kontrollon, lavatriçen, televizorin. Edhe këtu na përgjigjen. E ke lavatriçen të lidh me wirelessin? Po. Po kam edhe me ekran, kështu që shtyp me butone, 30 gradë dedikote. E ke ti, e ke personalisht? Personale, trupet tim lavatriçe më lën rrobët. Jo, gabim. Bën mirë mos ta mbash. Po çam mi la me dorë. Mos mbaj aty ku bën dush, domethënë mbaje në balkon. Aty që të regjistroj. A ka ekran më lel? Çdo gjë që ka ekran. Lavatriçe. Çdo gjë që ka ekran, domethënë me marr si shembull. Ku I marr këto foto ton? Apo si printon? Me marr si shembull televizorin, me që e përmendë, televizori I fundit që nuk të përgjonte brenda në shtëpi, kanë qenë nga këto që kanë qenë si kuba, si parafabrikat. Këto që këto që vinim dhe centro sipër, sta të mirë ishin ata. Që fletë macja sipër. Nga këto që ekrani bonte xixa. E di pse ishin të mirë, ma lër ta them këtë, sepse televizorët sot kanë telekomandë. Kurse ata edhe kur tu mbiste telekomanda, kishin butona që televizorët sot nuk I kanë edhe shtëpi aty kontrollojë. Kanë mbrapa. Sa bukur. Kanë mbrapa. Nëse gjithsesi këto televizorët plazma që keni brenda në shtëpi sot e kësaj dite kanë në çdo piksel, në çdo nga ato mini pikat e vogla që nxjerrin imazhin, që krijon imazhin total, secila nga ato nuk ka kamera, ligjërisht nuk po të regjistron, por ka receptor vizual. Edhe ato na shohin? Receptor vizual nuk të shef si kamera, thjesht bën këtë që sapo të thash për wirelessin, të krijon atë hartën virtuale, se si mund të jesh shtëpia jote. Prap me macën time, që ekziston, prap aty. Fix fire. Po për shembull ku ndikon kjo? Ndikon tek ku diun për të fshehur mesazhe subliminale në për filma, në për reklama, e kupton? Ndikon. Jo. Po. Jo, I ke ram kokë domethënë, thjesht nuk është pjesa e përgjimit, është pjesa e kontrollimit mendjeve, si funksionojnë mendjet e njerëzve. Mund të jap një rast që më marrë një shembull, filmi Barbardhës, për shembull. Filmi I preferuar I fëmijërisë. Filmi jote Barbardha me shtë xhuxh. Në gëzeçe. Yasaman. Është Yasaman apo Yasaman? Kush është shamani? Te filmat mund të bëhet një diçka komplet tjetër, domethënë që me siguri nuk e ka shku mendja e njerëzve. Syri I njerëzit, mund të flasim për ditë, domethënë, por që syri I njerëzit me ra shkurt nuk ka të njëjtin kapacitet që ka truri I njerëzit. Syri kap më shumë apo kap më pak? Kap më pak, shumë më pak. Truri kap të gjitha imazhet. Truri kap miliarda frame per second, quhet foto per second. Memoria fotografike që thon njerëzit e mençur. Kushdo që e ka trurin më të aftë, bla. Syri ka shumë I limituar, domethënë me anën fizike të vetën ka 60 deri në 120 frame per second që kap, që domethënë foto të ndryshme në sekond, që po ti bashkosh bëjnë një video. Edhe sa e ka kapacitetin edhe aftësinë syri për t'i kapur këto, deri ku arrin? Në raport me televizorin them. Se cilësia shumë avancuar e ekraneve televizive sot. Kjo është pikërisht thelbi prap, se ke një ekran që të nxjerr 240 bie fjala, si ekran të kompjuterave, 240 kur maksimumi I kapacitetit që kap syri I njeriu është 120. Pra ti mund të shohësh edhe çfarë ka veshur Barbardha, çfarë ngjyre I ka. Pikërisht. Te prova. Okej, te prova prap. Pikërisht. Kjo është ajo që do të thotë, domethënë ka një 120 që nëse ekrani është 240, I bie që 120 të tjerat po përforcojnë 120 të parat. Aty brenda, ato se janë 240 foto të ndryshme që po ti tregon çdo sekond. Te totali I filmit kush është? Se po më duket si Eminemi tani. Po flet shumë shpejt. Ma thon shpesh. Po. Te totali I filmit Barbardhës, me që morëm shembull, janë 1 miliard frame foto të vogla. 1 miliard frame, ndërkohë shtat xhuxha një Barbardha, hajde. Bie fjalë te një me rash shkurt. Te një nga ato framet, te një specifike mund të tregoj Barbardhën duke bë pika me xhuxhin e 8, bie fjala. Me që pas ke fiksim, mund ta quajmë ka një xhuxh të 8? Xhuxhi që bën pika-pika? Si bëjnë këto pika-pika? Xhuxhi pervers. Xhuxhi. Çfarë fsheh Barbardha? Të lutem, mos më thuaj që. Pret, më vërtet jetë ndershme, është me 7 burrë.
Të thash që nuk do jetë filmi jot I preferuar më. Mos më shkatro filmat e fëmijërisë, të lutem. Gjithë thelbi është, domethënë Po dyshoj për Jerushën tani. Aty nuk thjesht aty nuk mund ta dim, domethënë. Ajo frame-i bërbarda duke bërë diçka të keqe me Xhuxhin kalon shumë shpejt. Dëgjoj. Unë mendoj që ti ke këto mendime sepse ke kaluar ndonjëherë nga klinika e syrit, klinika europiane e syrit? Unë jo personalisht, e kam dëgjuar. Kastriot Boriçin? Njeh një person që njoh, unë domethënë ka shku. Është doktori më I mirë I syve dhe sigur që nëse shkon atje për kontroll, nuk do kesh probleme të tilla sa I takon imazheve. Kështu që bëje një xhiro edhe me atë shokun që të ka referuar, sepse po më transformon të gjithë filmat e fëmijërisë, lutem, nuk dua të di më tepër se sa kaq. E vetmja A mund të ndrojmë temë? E vetmja gjë që them unë është që ti nuk mund ta dish, domethënë janë shumë frame dhe një nga ato framet e vogla fare. Jo, më s'ka zot që najdja. Syri jot nuk e kap fare, gjithë thelbi është që syri nuk e kap fare. Bëra për syze. Truri do e kapte. Më kupton? Truri do e kapte dhe është në imazhin e fëmijës që bërbarda me Xhuxhin. Ngelet në memorien tënde, në arkivin e trurit tënd. I harrojmë të gjitha këto. Edhe flasim për rrjetet sociale. TikTokun, ti e njeh në TikTok, Instagramin, Facebookun. A ke ndonjë problem me këto? Se ti edhe përdorues. Domethënë unë nuk e kuptoj pse gjykon kaq shumë teknologjinë kur ti je fansi më I madh dhe përdoruesi më I flakt I këtyre aplikacioneve. Nuk ka. Është shumë kontradiktore kjo. I bie me luajt me kartat që të ka dhënë natyra. Me vërtet, luajmë në dorë murlan. Zgjatem shumë. Të paktën është mirë për shpërndarje informacioni në mënyrë horizontale, jo vetëm nga lart poshtë. Po që nuk kam si tjetër t'ju jap informacionet, nuk është e mirë hiqeni fëmijët nga TikToku. Çfarë mendon për Facebookun? I hoqën fëmijët nga TikToku, I fusin Facebook, I kthejnë prap. In the beginning. Ta thelbi përgjimi. Ti mendon se të përgjon kamera lavatriçes po jo Facebook. Për Facebookun e kupton. Në Facebook ne postojmë vet, jemi koshient vet për gabimet që bëjmë. Sidomos to gratë që dërgojnë foto me plumb, mirëmëngjes, të urojnë një javë të mbar. Siç e dim të gjithë, Facebooku është shpik në vitin 2004 në garazhin e Mark Zuckerbergut. Genial, ideal, fantastik. Po. Kjo është historie që po na tregojnë, domethënë. Halal ato lekët e universitetit. Të lumt. Bravo Harvardit. Plus 200 bilion dollarë që ja kemi dhënë ne, thjesht duke hedh statuse. Shiko, ai e nisi si dating app. Domethënë të rinjt e kampusit mund të takoheshin aty edhe të lidheshin me njëri tjetrin, të flirtonin, po të shkeme. Qen bal thojza mund vija. Po këtu pse je kundra? Jam kundra sepse është film. Është film çdo gjë, është film historia e Mark Zuckerbergut. E para një herë ajo historia e garazhit. Është horror apo komedi? Dokumentar. Në kohën ku jetojmë ne, dokumentaret janë filma, filmat janë dokumentar. Po nëse ajo është film sepse sa herë ke pa historinë e garazhit deri tash. Ka një gjë që të bën miliarder nga fakti që ke garazh. Me thënë drejtën sot si kanë ardhur kohët, nëse ka shkuar I garazh, plago, edhe bëhesh miliarder. Më mirë me pas garazhe se sa do të qenë miliarder me ble garazhin. Po ajo I Microsofti ka nisë në garazh, Amazoni ka nisë në garazh. Shohim që ka dalar. Mirë që kanë. Na kanë godit akoma. As na sjellin një dron nga këtej. Në dritarja. Historia Mark Zuckerbergut është prall, të dashur teleshikues, është një më e bukur se e bërbartës, e sigurt. Patjetër. Është një aplikacion ose një program, domethënë mund ta quajmë që ekzistonte shumë kohë më parë, që ka krijuar CIA e Amerikës plus DARPA, që është CIA e teknologjisë, me era shkurt domethënë. Programi quhet LifeLog, që domethënë druri I jetës. Trungu I jetës. Trungu I jetës. Kërkoni simbolikën pas kësaj. LifeLog është dizenjuar dhe është mund të shikohet domethënë komplet projekti online, sepse e kanë publike. Ekziston ende si aplikacion, mund ta përdorim? Jo. Ka mbaru. Dhe është shumë interesante si ka mbaru. Thelbi I LifeLog ishte me ja dhënë punëtorëve të vet, punëtorëve të CIA-s dhe punëtorëve të DARPA-s, dhe ja kanë thënë shqeto që këtë po ju a bëjmë për t'ju përgju. Punëtorët po, dhe I kanë marrë firmën. Atyre kanë marrë firmën. Ju dinin dhe rrogën më kej, do lodheshin me përgju. Po mundohen me fasule hanin të shkretët. Thelbi I LifeLog është me ju fut njerëzve brenda në shtëpi, brenda në mendimet e tyre, çai pëlqen të hanë. Por s'kan shtëpi këta që ju futen njerëzve në shtëpi. Në ç'a ore hanë atë që duan me hëngër, domethënë në ç'a thjesht statusi. Ishte shumë I ngjashëm me Facebook. Ore, jo prit ndalo pak një sekondë se kjo ishte shumë e bukur, se nuk dua në çfarë ore e hani atë që doni të hani, na shkruani. Okej, ku e gjejmë numrin e telefonit? Nuk na e kanë mësuar me zor, se siç u thash na mbajnë me zor këtu, jemi të lidhur, I kam të lidhur. Sidomos ty një herë. Por mund ta gjeni te faqja e webit, numrin. Ose na shkruani në Instagramin ton, sa aty bëhet nami. Na çoj DM se ju a kthejmë ne mesazhet. Siç po thonin për atë LifeLog. Puna e dytë e Kedit, mbaron programin edhe merret me rrjetet sociale.
Ajo Life Logo, siç po thoja, ka qenë një projekt që është bë, domethënë për t'ju fut njerëzve në shtëpi dhe në mendimet e tyre dhe për gjetë një mënyrë për t'i përgjuar brenda në shtëpi. Kështu e lexon projekti dhe e kanë testuar të punëtorët e vet. Edhe është online, mund të shihet deri në detaje, domethënë. Dhe pastaj ky mbaroi. Projekti mbaroi në datën 4. Bëhet fjalë në vitin 2004, po mirë, telefonat nuk është se kanë qenë aq të avancuar në atë kohë. Kështu që ata përdornin kompjutra ku? Kompjuter. Ishte me statuse. Ishte se shiko, se prap kundërshton veten tënde tani. Ti thua ju futeshin njerëzve në shtëpi. Po. Ndërkohë që ata s'kan patur telefon. Kompjuter kanë patur. Kanë patur kompjuter në shtëpi. Edhe telefon kanë patur, por nuk ka qenë iPhone, nuk ka qenë kështu. Si kontrollon ajo kur Zero Facebook-un e ka arrit? Duhet ta kisha arrit. Jo, shumë vonë Zero Facebook-u kapte me telefon kështu pa touch fare. Facebook-u i fakir. Ne që s'bënim ofertë kur. Ajo gjëja ka qenë për tu testu, domethënë për tu testu te punëtorët e vet, përdorin punëtorët e vet, atyre ja thon si është e vërteta. Që këtë do ju përgjojmë me këtë, rand dakord. Rand dakord, ë? Po. Pik turpi. Po kush di sa paguan ato, do bie edhe ti dakord. Po që Lego modë? Gjithë thelbi është domethënë që diçka që më thuj ti është rastësi apo jo. Projekti Life Log ka marrë në datën 4 shkurt 2004. Tash i gjeje ti në çfarë date është shpall Facebooku nga Mark Zuckerbergu sigurisht, nga historia e kësaj. Kur u shpall pavarësia e Kosovës 2009, 1452. Po, fix. Facebooku është lançuar në datën 4 shkurt 2004, në të njëjtën datë. Më thuaj ti është. Pra po thuaj që nuk është koincidencë. Nuk ka. Por është transformuar në Facebook për të kontrolluar njerëzit. Po. Plus historia garazhit është prrall, sepse nuk mund të më thosh që dikush u bë miliarder nga garazhi, është thjesht një projekt që zgjedhin me e bë dhe nuk mund të thonë që po e bën shteti këtë gjë, se do ishte e qartë çfarë po bëjnë, thjesht zgjedhin dikë, e nxjerrin nga hiçe dhe i thonë bëj çik sikur je ti gjeniu që e shpiku këtë gjë. Edhe ti do jesh përgjithmonë joni. Sigurisht që do të çojmë dhe te ishulli që të mund të kontrollojmë. Nuk po të ndërhyj, sa më pëlqen shumë. Edhe sapo dam një mesazh të shkëlqyer që nuk bëheni të pasur nga garazhet, por bëheni të pasur vetëm duke manipuluar dhe kontrolluar njerëzit. Qartë? Po. Fix fare. Do të thënë me garazhe hiç. Po. Vetëm ti je Tiranë, ë? Tiranë. S'ke prona? Kam. Nuk mund të themi. Do në garazh ti. Po si të pasurohemi, format keni. Duhet të keni lindur të pasur. Kështu pasuroheni. Ja, sa ta arritën. Harroni t'ju luteni atyre lart që janë më të fuqishëm se sa ne dhe pas kanë gjëra në për duar edhe na kontrollojnë me sa duket. Si mendon, e pan programin për sot? Ata lart? Bojnë mirë ta kenë pa. Se do kanë bërë gjëra interesante, po ata lart, Matrixi pra. Ata lart. Njerëzit që si shohim kur, po që ti je me sa duket. Ata lart që shohin ty për te lavatriçes, por nuk kanë pa këtu gjë. Ai ke ti ata friend në Facebook ose në Instagram? Do njërin prej tyre? Jo. I kam bë follow, domethënë pas ma kanë kthy. Edhe s'mi pranoj. Se i kanë në profilet private, ë? Jo. Se kanë private thjesht nuk ekzistojnë. Nuk mund. Okej. Duhet shihni Twitterin e Elon the Rothschild. Kush është ky more? Është një. Si thua se kur ta mbyllim? Okej. Të lëm të ftuarën tonë të flasim më mirë. Janë sa gjëra që edhe nuk e di më mirë, edhe nuk do japim përgjigje çdo gjëje. Pas pak. Dhe jemi rikthyer në emisionin ton Mendoj një herë. Është hapësira që ne flasim me të ftuarin ton, me një ekspert të fushës, edhe sot kemi goditur në shenjë edhe kemi zgjedhur mjaft mirë. Kemi kënaqësi të kemi në studio Denisa Kelen, e cila është pedagoge dhe në të njëjtën kohë dashamirëse, apasionuar, kurioze nga natyra pas teknologjisë, informacionit dhe çdo gjëje që ndodh vërdall. Mirëmbrëma, mirë se ke ardhur. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën, ne kam pritur me kënaqësi më të madhe. Tani ne vëmë në dyshim çdo lloj gjëje. Si e ke marrëdhënien time me konspiracionin? Po, marrëdhënia e këndshme është në sensin që unë jam aty që dyshoj çdo gjë, dhe kjo në lloj forme edhe më mbron. Kështu që më pëlqen të dyshoj derisa të provoj vërtetësinë. Ke një konspiracion për momentin që e mbron teknologjik? Në çfarë do lloj fushë? Në qoftë se do fokusohesha në aspektin teknologjik, konspiracioni i momentit është që nuk e di nëse jam duke menduar me mendjen time apo jo. Okej, unë thash kemi goditur në shenjë, po më bën dy tani. Kjo është ai mendimi që mua më mban. Beson te manipulimi? Te fakti që dhe mendimet e tua kontrollohen ose veprimet e tua kontrollohen? E besoj plotësisht edhe e gjithë kjo epoka tashmë është duke treguar që patjetër që jemi pakthyer në
në një lloj forme, në kavje shumë interesante të atyre që do duan të na manipulojnë. Jemi cyborg. Çfarë po thoja? Kush e profesor shkencën këtu të lutem? Unë. Çfarë po thoja? Shkencën tënde. Çfarë po thoja? Ja. Unë e gjej për herë të parë këtë, po tani një nga temat që ne po flisnim, meqense jemi te manipulimi, gjëja më e thjeshtë e mundshme është fakti që ne përmes telefonit ton po japim akses çdo gjëje. Dhe një variant është që ne përgjohemi, një variant tjetër është që kontrollohemi ose mblidhen të dhëna. Shiko, të dy variantet qëndrojnë, në sensin që në momentin që ti jep accept një lloj linku të caktuar, por jo vetëm pjesa kur ti jep accept, por edhe mënyra se ti sillesh, se si ti jeton, pra praktikisht ti je i monitoruar nga mëngjesi deri në darkë. Studiohen të gjitha sjelljet. Krijohet një lloj profilizimi dhe nuk është ideja që ata kanë interesat veçantë për të më profilizuar mua individualisht, por janë interesat për të kategorizuar ose targetuar grupe të caktuara. Dhe ne nuk jemi më njerëz tashmë me emra tanë, pra Denisa, Iliri, por jemi mund të jem Albona, pra mund të jem e ngjashme me Albonën dhe jemi pjesë e një target grupi që Denisa 30 e kaq vjeçë pëlqen këtë gjë dhe është njësoj si Albona që pëlqen të njëjtën gjë. Që ndan interesat përbashkëta. Kështu që në bazë të këtyre segmentimeve të individëve të caktuar, më pas bëhen edhe fushata promocionale, por jo vetëm, edhe personalizime që përdoren më pas edhe nga pjesë të treta, por edhe nga politika tashmë. Pra e gjitha kjo i shërben marketingut edhe pasurimit të themi të bizneseve të fuqishme? Një pjesë e madhe patjetër marketingut, sepse ne kemi parë që si na shfaqen ato reklamat pasi ose kërkojmë diçka, ose kur e bisedon, ju ka ndodhur ndonjëherë që ti ose kur e mendon, nuk e bisedon fare. Kjo më ka bërë përshtypje një ditë, më ka bërë shumë përshtypje që, por kjo pjesa e menduarit është tjetër gjë. Pjesa e menduarit vjen nga analizimi jot si individ. Pra në sensin që ai shikon, pra ata që mbledhin të dhënat, shikojnë ato që ti kërkon, ku ndalesh më shumë gjatë ditës, pra kush janë ato reels e informacione që ti ndalesh. Dhe praktikisht ai krijon një profil dhe kupton kush janë gjërat që ty të pëlqejnë. Kjo është logjike. Dhe praktikisht shfaq ato gjëra që ty të pëlqejnë. Pastaj me link të ndryshme, nëse ne japim ato acceptin, që mund t'i japim accept, pra e pranojmë edhe mikrofonin, patjetër që kalojmë në atë pjesën që na përgjojnë, na dëgjojnë. Dhe na japin ato informacione që ata dëgjojnë prej nesh. Ti mendon vërtet që mikrofoni jonë është i hapur edhe ne përgjohemi? Po e mendoj rëndom, në sensin që kjo është një gjë që është reale, është vërtet. Nuk ka nevojë që ta mendoj më. Dakor, në rregull. E supozojmë se ndodh kështu. Ku arkivohen të gjitha këto të dhëna? Do duheshin servera shumë të mëdhenj dhe mendoj që ka kosto shumë të mëdha. Ka servera shumë të mëdhenj, po të siguroj që fitimi i atyre personave që përdorin këto të dhëna është shumë herë më e madhe sa kostoja e mbajtjes dhe përpunimit të këtyre të dhënave. Nuk është një server shëndror, pra praktikisht janë servera në shtete dhe në vende të ndryshme që përdoren më pas për arsye të ndryshme. Pra bëhet analizimi i gjitha këtyre të dhënave dhe përdoren në fushata specifike. Një rast është te Cambridge Analytica, nëse e mbani mend që ka qenë një skandal shumë i madh, pra Cambridge Analytica, po, që të gjitha të dhënat tona u përdoren në moment caktuar për fushatën politike më pas. Për të cilën nuk reagoi dhe nuk pati një shpjegim as Mark Zuckerberg. Ai është një gjyq për vete, për addiktiv, domethënë për faktin që e ka bë si në formë droge, si më thënë, që me rrjetet sociale të prodhuar nga ai. E humbi gjyshin, po, e humbi gjyshin. Thjesht pagun lek, do të thjesht i marrin shumë lek nga shumë lek që ka. E kuptoj, gjitha kjo është vetëm për përfitime dhe meqense jemi te mikrofoni dhe fakti që ai është i ndezur dhe na përgjon, ne flasim shqip. Po. E kuptojnë shqipen? Po patjetër që kuptojnë shqipen. Kuptojnë çdo gjë të mundshme. Po ne shikojmë tashmë më të mbrojtur. Absolutisht jo. Ne shikojmë edhe programe tashmë të inteligjencës artificiale. Sa shumë kanë përparuar edhe në gjuhë të ndryshme, edhe në gjuhën shqipe patjetër. Demek na përgjojnë. Fjalën demek e kuptojnë? Unë them demek na përgjojnë çdo moment. Kate, ti ke ndonjë pyetje që të kuriozon, do ta sfidosh Denisën apo e bëre shoqe tani? Jo, me që bjem dakord, besoj se do kishim debat, domethënë të kundërt. Unë do të thoja ç'është diçka që nuk e dim. Diçka që është për te narrativës, narrativës që është për ndaj unë, për shembull, që unë i them përgjojnë gjatë gjithë kohës, unë i thash sapo i thash përgjojnë ekrani i lavatriçes, sepse nëse është me touch. Unë mendoj që po, të gjitha pjesët që janë elektronike dhe që ka një lloj touch ose kanë ndonjë lloj edhe lidhje me Bluetooth apo me wireless apo që janë akoma më të rrezikuara për të përgjuar. Kështu që mua më duket sigurisht jemi kthyer në një Big Brother të madh që nuk dim tashmë nga të ruhemi. A ka një formë për të mbrojtur? Nuk mund të jesh mbrojtur totalisht. Në sensin që patjetër që ka forma që mos të jesh i ekspozuar
totalisht, pra verifikimi çdo lloj linku që ty të vjen në telefon, pra mos prano përpara se të verifikosh çfarë është dhe mos përdor asnjë lloj aplikacioni tjetër për të shkarkuar lojrat ndryshme apo nuk e di çfarë mund të shkarkohet përveç Google edhe Apple Store. Pra nuk duhet të shkarkojmë shumë aplikacione dhe nuk duhet t'i japim akses por dhe një kontroll her pas here, sepse në momentin që nëse përgjohesh nga pjesë e treta, as nuk po flasim për përgjimet që bën Google, Meta apo Facebook, po mund të jesh një lloj personi predispozuar për të qenë i përgjuar, kështu që her pas here duhet kontrollosh nëse bateria të bie shumë shpejt, nëse telefoni ndizet fiket pa arsye. Nëse ke një harxhim interneti jashtë të zakonshme që ti nuk e mendon që e ke konsumuar, pra ka disa pjesë që ty të tregojnë që je një person që je vulnerabël ndaj përgjimit. Ti ngëllon goxha e frikshme edhe gati duket si një luftë e re. Mendon realisht që kjo është lufta të cilën ne po jetojmë sot? Unë mendoj që jemi në një luftë. Pra spirituale. Jemi jo vetëm spirituale, po më duket se jemi ndarë në sensin që në dy kampe, pra ne njerëzit e thjesht, edhe ata që kanë në dorë informacionin sot, që janë njerëzit më të rëndësishëm të botës, prandaj Meta apo Mark Zuckerberg edhe të tjerë janë personat më të rëndësishëm sot, sepse kanë ato që të gjithë e duan, kanë informacionin, që të gjithë u shërben në një moment të caktuar. Që mendoj që kampi është ky, pra lufta është midis njerëzve dhe asaj çfarë ne duam të mbesin nga ne. Në një lloj forme, pra duam të ruajmë autenticitetin tonë dhe të jemi njerëz dhe që të mendojmë me mendjen tonë, pra unë mendoj, pra jam njeri sepse mendoj. Dhe ajo që mua më mbet është që nëse nuk do mendojmë me mendjen tonë, çfarë do jemi në të ardhmen. Mendon që nuk ka më liri? Pra ne nuk jemi të lirë më as të mendojmë? Ose të njohim veten dhe ta shprehim atë siç duam? Mendoj që në një lloj forme mendimi jot nuk është i joni, pra është influencuar totalisht nga ajo çfarë ne bombardohemi në përditshmëri, para çfarë na shfaqe, televizionet, media sociale, dhe në një lloj forme mendoj që jemi duke u sjell, por do sillemi më shumë në të ardhmen, ashtu siç do duan që ne të sillemi. Dhe si mendon, bën dot një parashikim për të ardhmen? Me gjithë të avancim të teknologjisë edhe me gjithë këto të dhëna që kanë grumbulluar. Mendoj që nuk është i largët, në sensin që nëse njerëzit e shikojnë si një kur flasim për inteligjencë artificiale, se inteligjenca artificiale është duke bërë këtë proces totalisht më thjeshtë, sepse i analizon dhënat me me kohë rekord e të dhëna shumë të mëdha. Unë nuk është se mendoj në 20 apo 30 vite, por mendoj që do ketë një diferencë shumë të madhe në 5 deri në 10 vite në vazhdim, dhe ne këtë po e shikojmë në breza, në sensin që brezi jon ndryshon jashtëzakonisht shumë me brezin e 20 vjeçarëve sot, dhe 20 vjeçarët ndryshojnë totalisht shumë me brezin e fëmijëve 10-12 vjeç, si në mendime, si në stil jete. Edhe ky është brezi në fakt që nuk e ka kaluar atë periudhën që ne kemi qenë brezi i fundit, që jemi rritur pa telefona, edhe kemi kuptuar vërtet se çfarë është luash në natyrë para pallatit, kurse këta pa teknologjinë nuk bëjnë dot. Shikoj, jam bërë, se mua ka filluar më vjen totalisht keq. Edhe unë ndihem se shikoj raport me djalin tim që është 12, në lloj forme ndihem fajtore çdo ditë, sepse më duket që pavarësisht informacionit që unë kam të pamundur që ta shkëpus totalisht, domethënë është diçka që është përtej meje, dhe edhe kur e shikoj të gjithë brezin, më duken si disa, më falni për shprehjen zhargoni, po zombi të vegjël që ecin, sepse tashmë nuk duan të bëjnë asgjë, dhe unë e shikoj që duan gjë më të thjeshtë, edhe në pra nuk janë bërë mekanik, po thua, nuk mendojnë, dhe unë mendoj që në 5-10 vite në vazhdim ne do kemi njerëz që do shkruajnë, e kupton? Si të mendosh kur ti ke ChatGPT-n që e pyet edhe për ndjenjat e tua, për mendimet e tua, për punën tënde dhe kontrollon gjithçka. Është shumë e rëndësishme që nuk kanë pa ndonjëherë botë pa teknologji. Domethënë kjo është pjesë që jemi me fat. Po duhet shikojmë diferencën. Domethënë këta që po rriten me teknologji dhe ne që jemi në një forme akoma kështu empatik, se ne kemi disa grimca akoma, nuk është se jemi bërë njerëz të do jenë të pamëshirshëm thua? Mendoj që nuk do jenë social si ne, pra marrëdhëniet ndërpersonale nuk do jenë më kaq intime, pra ne e duam akoma për shafimin. Unë shikoj që këta fëmijët pra të asaj moshe janë edhe më të ftohtë ndaj marrëdhënies fizike, sepse janë futur në atë botën e tyre dhe miku i tyre më i mirë, shumë të izoluar. Pra miku i tyre më i mirë është ai telefoni, dhe ndonjëherë dhe ato ndjesitë veta i shprehin tashmë në telefonin. Kështu që e mendoj që do jetë një brez edhe më i ftohtë, më kalkulues, më i tërhequr. Dhe 6-7. 6-7. Unë shikoj edhe në këto, në marrëdhënie dashurore, nëse ju e keni vënë re, që do thonë ç'lidhje ka teknologjia. Mendoj që ka një lidhje shumë të madhe.
Si ndikon për mirë apo për keq? Mendoj për keq, sepse nëse do bëj një paralelizëm të brezit ton dhe brezat e tanishëm, dashuria është bërë shumë e largët në brezin e tanishëm. Unë mendoj të kundërtën në fakt. Është transaksion. Se sot përmes rrjeteve sociale njerëzit janë më të ekspozuar. Është vërtet ti ke më shumë mundësi të njohësh, por më duket sikur vlerësimi që ata kanë për ndjeshmërinë tashmë, për dashurinë është shumë i largët. Po pse ndodh kjo? Nuk e vlerësojnë shumë. Domethënë siç e kemi vlerësuar ne dikur, sepse mendoj që edhe media sociale dhe teknologjia, siç e ka atë pjesën e mirë të vet, që ti thua që kam akses të njoh njerëz, shikoj si komportohen nga gjërat që hedhin dhe ti krijon një lloj profili të. Por ama është edhe më e thjeshtë që ti një njohje apo diçka që e ke, ta hedhë shumë shpejt sepse variantet e tua për të njohur njëri tjetër janë shumë më të mëdha sa dikur. Qofse ne kapeshim dikur pas një njeriu, edhe luftonin për të sakrifikonin. Ndërsa tani variantet janë shumë më të mëdha dhe kjo ka krijuar një lloj. Është dhe pjesa e heqjes së faktorit njerëzor. Domethënë është pjesa e heqjes së faktorit njerëzor, domethënë nëse dikur më fal për shkakun nga eksperjenca personale, nëse dikur një nga çunat e tavolinës kishte qef një nga gocat, duhet ti rrifje shpatulla, domethënë Shko fole. I kemi humbur. Shko gjuaje. Këto nuhatjet edhe këto. Duhet më thonë në sy, domethënë duhet më menaxhu rrjetet e zemrës, duhet më menaxhu frymëmarrjen, është punë në vete, ndërsa në produkte konsumit domethënë. Me mesazh është domethënë tash si flasin shokët e mi bie fjala, si flasin kur mundohen të flasin me një femër, më falni që po ju them, domethënë është po flisni me një grup, po flisni me 5 çuna njëkohësisht. Është pjesë e këshillit të çunave, nuk ka konsultime. Jo mos e dikur ndodhte poshtë pallatit tani bëhet për grupe, po ideja është po kur mërzitet se nuk i fole dhe të çon 5 zemra edhe thotë që po të çova 5 emoji zemra. Ne mendoj si është ky dashuria kupton. Unë nga që jam edhe, domethënë sensi që unë ndjej shumë se nga që jam edhe natyrë që mua më pëlqen shumë të shkruaj, jam natyrë shumë poetike dhe jam shumë shpirtërore dhe e dashuroj shkrimin, dashuroj në sensin që para disa kohësh nxora librin tim parë, jam duke punuar në dytin, se më duket sikur është e vetmja gjë që mban tashmë më lidh me njerëzorën në gjithë të botë kaotike teknologjike. Janë libra me poezi, nuk kanë bënë me teknologji. Është roman. Kështu që kjo është një gjë që mua mban me njerëzorën dhe kur mendoj që dashuria këtyre të rinjve është kthyer në një lloj zhargoni CPB ku je, nuk e di ç'i kanë këto KLM shumë shpejt. Shiko, Denisa mos ndoshta kjo i shërben një plani edhe më madhor asaj që diskutohet se me sa duket globi nuk na mban dot të gjithëve dhe jemi shtuar shumë si popullate dhe kështu që e zbejmë dhe dashurinë dhe empatinë, faktin që njerëzit duhet të rinë me njëri tjetrin, të riprodhohen, koncepti familjes po goditet po ashtu. Po, nëse do flisja, nuk e shikoj shumë si konspiracion, sepse më duhet sikur po bëhet e pamundura që familja mos tjetë më ajo që ka qenë dikur, me të gjithë këtë agjendën që është tashmë, e humbet koncepti familjes. Mendoj kur ka ardhur deri në Shqipëri, pjesa e humbjes konceptit familjes, si Shqipëria ka qenë është tradicionale, ne jemi një lloj populli që jemi shumë të lidhur me pjesën e familjes dhe unë shikoj që në Shqipëri ka ardhur rëndom tashmë. Ti dëgjon 1 në 2 ose 1 në 3 çifte janë duke u divorcuar, që është alarmante. Kështu që mund të themi që po, mund të jetë një pjesë e agjendës, një pjesë e programimit, patjetër, se unë besoj në këtë që jemi duke u programuar në një lloj forme. Domethënë prandaj kontrollohemi, edhe prandaj përgjohemi përmes telefonave tanë. Që të shkëputemi nga njëri tjetri? Për të krijuar profilizime, për të shkëputur. Shiko, me minj, si kjo mision është shumë i rëndë. Shumë lart. Unë dua dashurinë. 100 minj këtu po zien me këto 200 minj të tjerë këtu. Nuk janë me njerëz, nuk janë njerëz. Jo, ne jemi numra, jemi thjesht numra. Tani më fal, këta njerëzit që na kontrollojnë neve çan se ne që kemi kapje për ta. Tash ky hyn në konspiracione më të forta pastaj, kështu që mos e. Shiko, jo, unë për shembull Elon Musk, unë e kam ndjekur, pavarësisht se në konceptin tim patjetër që ai ka atë pjesën për cilën është folur, pra që ka vuajtur nga një sëmundje autike kur ka qenë i vogël etj, por para disa ditësh, muajsh, dëgjova një intervistë shumë interesante të Dados së tij. Nuk e di nëse e keni dëgjuar, të personit që e ka rritur. Pas ka shpëtuar kjo. Okej. Ajo ka bërë një intervistë shumë interesante dhe në këtë intervistë tregonte se si ajo mendonte që Elon Musku nuk ishte një person, pra njëri si të gjithë ne. Të tregonte episode të ndryshme të jetës së tij,
në momentin që futen në dhomën e tij dhe të thoshte që në 2-3 episode që kanë parë, ai fëmijë kishte të mundur që të hapte portals, pra portale me dimensione të tjera. Dhe kjo ishte një deklaratë shumë e fortë në fakt e Datos, dhe u bë shumë virale në moment saktuar dhe u mor në shumë intervista. Dhe më pas dekonspiroi, më pas dekonspiroi edhe në një lloj forme dhe familjen e tij, pra që fliste për nënën e tij, për ritet, për kultet që nëna e tij organizonte me pjesën më të pasur të botës në atë kohë. Pjesa dërmuese e njerëzimit mendonte që është autizmi që ka dhënë këtë genialitetin edhe neve na ka ndodhur që në shkollë apo në lagje apo në komunitetet ku jetojmë, të kemi rastisur njerëz që janë genial, në sensin që janë më të avancuar në dije, më të përparuar. Po, më ka rastisur dhe mua. Po, që janë që janë anti-social, që nuk janë sociale, që janë të fokusuar pra në sensin që neuronet e tyre janë të drejtuara vetëm drejt një gjëje dhe merren vetëm atë gjë dhe atë gjë e bëjnë shumë mirë. Por kjo intervista në një lloj forme më tronditi pak, domethënë. Më tronditi edhe neve. Më tronditi në një lloj forme. Se po filloj të mendoj që ka krijesa të tjera përveç njerëzve, dolën liderat mbarbotror satanist PDF që bëjnë rituale, sakrifikime dhe kanibalizmo me fëmijë. Ka gjë të çuditshme më, domethënë nëse them është toka e sheshtë, të duket kështu të. Denisa vëri një emër, çfarë është Elon Musk? Reptilian nuk do doja të thoja, por mund të them ndoshta sa konspirative do ishte kjo tani. Jep, shprehu. Dyshojmë për Shiko, unë mendoj që ndoshta Elon Musku është një person që e kujton veten e tij. Është old soul, shpirti i vjetër, ka jetuar më përpara. Po, dhe ai e kujton eksperiencën, kështu që ose mund të jetë një person që jeton në dimensione të ndryshme tani. Elon Musk mban mend që momenti kur ka lindur, kur ka ardhur në jetë. Që kur ka lindur mbas e mbaj mend të gjithë, jo që kur kemi lindur, por në një farë moshë caktuar. Presupozohet që gjithsecili nga ne, pra, ky është konspiracioni plot tashmë, gjithsecili nga ne jeton në një moment në dimensione të ndryshme, Në këto dimensione të ndryshme patjetër që ka dije dhe njohuri të ndryshme. Por ne jetojmë, praktikisht kuptojmë atë dimension dhe atë energji që kemi, pra këtë që kemi tani, po ndërkohë që ekzistojnë versionet tona në dimension paralelisht. Dhe ajo që e keqe që është që ne nuk mbajmë mend ose nuk kujtojmë. Do mendoj që ndoshta Elon Musk mund të jetë një ndër këta persona që po kujton dhe i njeh veten e tij në të gjitha llojet e dimensioneve. Dhe patjetër që ka këtë fuqinë e tij. Dhe ka edhe mënyra për të interdimensionalisht mos gabojësh diçka që quhet viewing glass, që është një projekt që e kanë pas të aksesueshëm dhe pastaj e bën e hoqën nga ekzistenca. Para se ty mund të bëj një përshëndetje për një sponsor tjetër. Patjetër. Simak Albania. Me Simak Albania ka akses në makineri industriale të avancuara për përpunimin e drurit, metalit, plastikës dhe materialeve moderne. Teknologjia italiane nga liderët evropian, instalim, asistencë dhe mbështetje e plot. Mos puno me limite, investo në performancë. Simak Albania, teknologjia që rrit prodhimin. Fantastike. Tani mos u mbasim asnjë moment se kjo ishte shumë ishte shumë ngacmuese, edhe unë dua të di mos ndoshta në Shqipëri ke rastisur ndonjë njerëz të tillë. Nuk e di, a konsiderohen alien këta? Shikoj, nuk kam rastisur, por kam rastisur shumë pra kam dëgjuar dhe kam rastisur shumë persona që mundohen që nëpërmjet rritjeve të caktuar të lidhen me veten e tyre, their higher self, domethënë me veten e tyre më të lartë. Më të avancuar, që mund të jetë në një dimension tjetër ndërkohë, duke bërë diçka tjetër. Këtë e di dhe jam e bindur që jam shumë e bindur, që ka persona që Shqipëri që bëjnë dhe janë persona që janë shumë të rëndësishëm këtu. I njohim ne? I njohim dhe marrin vendime për ne. Marrin vendime për ne? Kontrollojnë mendjen tënde. Kur flasim kështu dimensione shumë të largëta, të tjera besoj njerëzit i mendojnë shumë larg. Domethënë sikur një dimension tjetër paralel, dhe harrojmë faktin që mund të kërkohet në Google tani, domethënë diçka shumë interesante, sa përqind të informacionit që kemi përpara syve ka syri. Dhe do të dalë përgjigje 1%. Ti do thua që këtu bashkë me ne kemi disa të ftuar të tjerë. Po, në realitet të tjera, 99% është e faktuar të informacionit që ke përpara syve, nuk po e shef dhe nuk po e përcakton. Mami më merr të lutem. Që është e faktueshme, domethënë thjesht nuk e quajmë dimensione të tjera, i ndrojmë emrin për të humbur gjurmët dhe bla bla bla. A janë të dëmshme këto ritualet, këto ritet që ti përmend? Nuk janë për gjithë? Po varet sa i fortë je psikologjikisht për të përballuar gjërat dhe për ditur të vërteta. Okej, pra do një konsent. Do patjetër, do një njerëz që të ndjek, do një person që të jetë aty, që të monitorojë të gjithë këtë udhëtimin tënd, po e them në një lloj forme. Për këtë projektin.
Ti e ke tentuar këtë gjë me veten tënde? Jo. Nuk e një ide çfarë mund të jesh duke bërë në dimensione të tjera? Po jo, nuk e kam. Domethënë unë kam ngelur akoma te meditimi. Nuk jam akoma në këtë, nuk jam gati, me thënë të vërtetën, sepse të paktën këto persona që unë kam njohur dhe që e kam provuar, thonë që është një thirrje. E brendshme. Që unë nuk e kam atë thirrjen akoma për të, po. Mendja jote është e qetë për momentin. E di pse të ngasmoj për këtë, sepse kur erdhe the kam veshur. Po sepse besoj te rimishërimi, këtu besoj, kështu që tash kam vesh të ushtaraken dhe nuk e di se kush është lidhja ime me Beson që njeriu ka më shumë se sa një jetë? E besoj këtë, e besoj. Në sensin që mund të lexonte atë librin Shpirti që e vërteton këtë gjë, është shkruar nga një prej psikiatrëve që ka qenë me farmë shumë botërore. Dhe praktikisht edhe tregon edhe mënyrën se si pra shpirti udhëton nga një person apo nga një eksperiencë në një eksperiencë tjetër. Kështu që po, dhe e besoj se janë disa gjëra që më bëjnë që ta mendoj këtë. A duhet të guxojë njeriu kaq shumë? Pra, a mund ta japi maksimumin e tij në tokë duke patur dilema të tilla? Duke menduar se si mund të jetë, se kjo nuk është punë për të gjithë një herë. Kjo nuk është punë për të gjithë. Se është shumë në sensin që po do ilaçes, përballohet ndryshe. Asi sa mirë kur s'mendon, e ke parasysh se edhe shtrihesh e bën atë gjumë rehat, dhe nuk ke një pikë pyetje çfarë duke bërë në dimensionin tjetër tani. Më ndjes që të ndërpres, po mua më duket sikur njerëzit që nuk mendojnë kaq janë të lumtur dhe të suksesshëm. Kjo është vërtet. Po pse lodhemi në të tjerët pastaj? Vetëm çfarë më bë? Çu ke lidh? Po shiko, unë mendoj kështu, që edhe madje e them shpesh me mikeshat e mia, them që mbase ky evoluimi im shpirtëror në këtë jetë, them ndoshta do jetë hera e fundit që do vinë tokë, se nuk dua të vi më me thënë vërtetën. Jo, lista na duhet të bëjmë emision bravo. Është pa shpëtueshme. Kjo pjesë nuk e di pse e quajmë akoma conspiracy, domethënë thjesht sepse nuk e pranon shkenca moderne edhe këto. Po që nëse ka një prekje, domethënë mes një personi tjetër, sidomos një kontakt fizik që dhem, me fjalë një grusht. Arsye pse dhem bana tjetër, sepse pati një transmetim energjie nga unë te ti, bie fjala. Që i bie që energjia që përbën te personin 1 tash i përbën personin 2, por nuk e mban mend që ka qenë ndonjëherë njëshi. Totali i energjisë këtu brenda është ajo që mund ta quajmë fusha eterike, sipas shkencës ose shpirti i shenjtë, domethënë sipas shpirti që i dha jetë Marias, bla bla bla. Kjo eksperienca totale që është midis nesh. Bie fjala memoria të mia dhe të tua dhe të natës bashk, qofse vëm një total, këtë mund ta quajmë fusha eterike ose shpirti i shenjtë ose Zoti, me 100 palthonjza. A është kjo që krijon energji në dhomë për momentin? Po, domethënë ajo që gjithashtu krijon këtë gotën sa herë që e shoh, sepse kur nuk e shoh nuk është aty, sepse funksionon si lojë. Kjo nuk e di pse e quajmë akoma teori konspirative, domethënë sepse thjesht nga fakti që nëse ka një grusht mes të dyve, energjia e njërit shkon te tjetri, dhe i bie që jemi e njëjta gjë, përbëhemi nga e njëjta gjë, nga energjia, thjesht për momentin një pjesë e kësaj totalit është e unë. Dhe ka këto informacione dhe këto memorie. Po janë gjëra që nuk është. Kjo është shumë interesante, po edhe unë mendoj këtë që ne jemi një. Zoti i ri-eksperiencon vetëm. Po, e mendoj këtë pjesën që ndoshta jemi një dhe jemi duke përjetuar eksperjenca të ndryshme në funksion të madhës, të tërës. Pra duke i dhënë duke i dhënë qëllimi kryesor. Jo, duke i dhënë informacione, pra në sensin që unë për shembull jam në një pikë tjetër time tash, e kaluam nga teknologjia në shpirtërore, Unë për shembull jam në një pikë tjetër time tani që praktikisht nuk gjykoj askënd. Pra dhe kur dëgjoj për dikë që i bën keq dikujt, për dikë që vjedh, për dikë që patjetër që është diçka që nuk duhet ndodhi, sepse është në dëm të. Mos e gjyko, po ndërhyn nëse duke vjedhur. Dua të them këtë që është në shërbim të diçkaje, sepse praktikisht universi ka nevojë që të përjetojë çdo lloj eksperiencë të çdo kujt. Pra edhe si ndihet dikush që vret, edhe si ndihet dikush që vjedh, edhe si ndihet dikush. Po në këtë çështje energjisë besoj shumë, pra që transmetohet. Kështu thënë edhe për momentet e vështira që kalon njeriu në jetë, që janë faza që duhen përjetuar, në të kundërt janë sfida personale që të ndihmojnë ty që të rritesh edhe të mos bësh një gabim prap edhe të kalosh më mirë edhe të duash veten. Po që njerëzore është e çuditshme ndonjëherë, po meqense po flasim për energjinë edhe fuqinë që njeriu mund të ketë, po ndoshta nuk e shfrytëzon maksimalisht sa ç'duhet. Beson te manifestimi? Shiko, besoj. Po besoj. Në sensin që unë mundohem edhe ta kryej her pas here, të vizualizoj situata të caktuara. Ke tërhequr ndonjë gjë?
gjëra të vogla, prandaj mendoj që ndoshta nuk jam aq haj shpirtërisht ose nuk di ta bëj siç duhet. Për shkak këto gjërat minimale ose të tipit që je duke menduar një njerëz dhe ai person del në rrugë ose merr në telefon. Ose merr në telefon, pse kam ngelur deri këtu, domethënë. Ose Tirana shumë e vogël. Por besoj te fuqia e vizualizimit, në sensin që ato që ti hedh, jo vetëm të vizualizimit, mënyrë si të ndihesh brenda. Dhe kam kuptuar që për shembull, pra e kam vënë re te vetja që në momentet që un jam mirë me veten, shikoj që dhe tërheq gjëra shumë të bukura rreth vetes, ëh. Momentet që jam keq, shikoj që asgjë s'më shkon. Kështu që varet çfarë i jep universit dhe ai do të bekoj back me ato që ti jep. Denisa, biseda ishte shumë interesante, vetë the që ka përcyer nga dega në deg, po patë mundësinë që të njohim ty edhe përtej profilit që ti përfaqëson, të paktën nëpër media. Si thua, e mbyllim me këtë, çfarë do doje ti që shqiptarët të mendonin një herë? Shqiptarët, ky popull i çuditshëm. Në qëse ke nga pikpamje teknologjike, çfarë të mendonin një herë? Apo shpirtërore? Çfarë do qoftë, se unë e di që ti e ke botën e madhe dhe je guximshme si natyrë. Shiko, do doja e para, jo vetëm që të mendonin, por do doja që mos të shkëputesh nga vetja, sepse unë shikojnë për dishmëri që një pjesë shumë e madhe e personave janë shkëputur nga vetja, nuk kanë më raportin me veten e tyre. Edhe kështu fizik, nuk. Dhe e dyta, duke qenë se folëm për energjinë, pak më parë, dua të them vetëm një gjë, që unë e shikoj rëndom. Shikoj që këto raporte tashmë fizike, pra edhe seksuale, janë bërë shumë random. Dhe kjo është një thirrje për të rinjt. Edhe për pjesën, edhe për pjesa energjike. Vlerëso atë që ti që ti pranon, që duhet të pranosh në trupin tënd apo në energjinë tënde. Sepse sa më kaotike të jetë bota e personit që është me ty, aq më kaotik është mesazhi që ai do përçojë brenda teje në momentin që ti ke atë raportin fizik. Pra le të rikthehemi te vitet kur njerëzit dashuroheshin dhe ishin sa më pak e mundur ky raporti me këdo që është të del around. Të çiftet njerëzore, jo të shartimin në mënyrë kafshërore, ashtu si duan ata që të veprojmë. E ka në dorë vetë njerëzit. Denisa, shumë faleminderit, ishte vërtet kënaqësi që të kishim në mendoj një herë. Faleminderit juve shumë për ftesën, ne shijova pafund. Ne ndërkohë kthehemi pas pak. Dhe jemi rikthyer në mendoj një herë. Smart Home Albania, para se të fillojmë, do bëjmë një ke parasysh. Duhet patjetër, po. Smart Home Albania, sjell teknologjinë që ta bën jetën më të lehtë. Kontrollo shtëpinë, vilën apo biznesin tënd nga telefoni kudo që je. Siguri, komoditet dhe stil me një prekje të vetme. Smart Home Albania jeton mos zgjuar, me që po flisim për teknologjinë. Patjetër, edhe nuk harrojmë të përmendim edhe Electromagic që ka të gjitha brandet premium. Shikoni dhe provoni në funksion që të ndjeni cilësinë dhe të kuptoni pse Miele, KitchenAid, Teka Hagen janë çfarë janë. Është totalisht një eksperiencë tjetër, Electromagic përjeto eksperiencën. Je dakord me mua që Electromagic ka pajisjet elektroshtëpiake më të mira dhe aty nuk kanë shanse të na përgjojnë. Dakord, jam dakord. Këto dy që përmendëm tani na dhan fjalën. Po që çfarë po thoj? Si thua? A të thash që kam të drejtë më, se edhe te videot kam 2 vitet e fundit që mendojnë si shqiptarët se jam i çmendur. Unë i çmendur jam, a kupton, po që këtu kam të drejtë. Kam të drejtë në çdo gjë. Ka faza çmendurie dhe ka një fije peri që ndan të çmendurin nga gjeniali. Mos etiketo veten tënde kështu. Por gjëja që ne duhet bëjmë është që të kontrollojmë të ftuarit para se të vinë. Sepse janë tim Kedi. Brishaka, ky ishte zbulim edhe për mua, sepse unë Denisën e njoh, po gjithmonë ka qenë më e fokusuar tek pedagogjia, teknologjia, edhe kjo ishte një pjesë e saj që unë nuk e kisha njohur. Gjithë njerëzit janë skeptik, po ndonjëherë kur gjen atë tryezën e dur, edhe njerëzit e dur për të folur, ti fillon edhe shprehesh përtej asaj që ke në kokën tënde. Kështu që kam përshtypjen ky është misioni jon tani, Kate. Po, si thua? Edhe kam përshtypjen se unë ndjem mirë. Nuk e di pritem me këmbë të para, nuk e di nëse si u ndjeve ti? Mirë. Prisja të ishte kundër, domethënë, sepse kur më thatë kështu cyber security mendoja se do mdilte kundër. Jo. Ore lëre Denisën, si u ndjeve ti në misionin e parë, mendoj një herë. Ka shumë gjëra që kemi lënë pa thon. Domethënë që ne gjës bëjmë në përgjimi tjetër për ty. Ka shumë gjëra. Të tjera prap. Ka shumë gjëra. Këtë martën, këtë ejten, këtë të shtunën se është e zënë e shtuna. Kjo emision e mëngjesit kemi të martën tjetër, kemi të ejten tjetër. Unë them ta mbyllim se edhe u lodhëm, folëm shumë dhe ka pafund gjëra tjera për të diskutuar. Besoj se mjaftojnë këtë që i kemi thënë deri tash, domethënë ne u mundum kështu me ja thënë kështu si me shaka nga Kina, gjëra të tilla, mos i merrni seriozisht, por që seriozisht duhet i merrni. Duhet rrini pa gjumë natën me këtë që i kemi thënë se janë gjëra të vërteta. Ore, kujdes me deklaratat që jep.
Nuk ka të vërtetë absolute. Secili është i lirë të mendojë gjëra si çdo. Nuk më kanë vrarë deri tash, kështu Se na dëgjoni një herë ne nuk është keq. Faleminderit që na ndoqët sot. Bashkë takohemi të martën e ardhshme. Deri atëherë, natën e mirë.